Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Autoritetet malazeze të sigurisë kthyen në Beograd 87 shteta serb që kishin mbritur në raportin e Tivarit me një fluturim charter të Air Serbia. Ata kishin mbritur vetëm pak orë përpara hapjes së samitit BE Ballkani Perëndimor. Sipas njoftimeve të drejtorisë së policisë dhe Agjencisë së Sigurisë Kombëtare të Malit të Zi, masa është marrë pas vlerësimeve operative të rrezikut të cilat siç thuhet kanë treguar se prania e këtyre personave mund të përbënte rrezik potencial për sigurinë publike dhe mbarvajtjen e qetë të samitit ndërkombëtar. Në deklaratën e përbashkët të institucioneve të sigurisë në Maltëzi, thuhet se janë identifikuar persona që paraqesin rrezik për sigurinë dhe në bazë të ligjit për të huajt dhe vlerësimeve të rrezikut është marrë vendimi për ndalimin e hyrjes së tyre në territor. Politikat për kriptoasete dhe paraja digjitale në tregun rajonal ishin diskutimet në thelb të takimit organizuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Guvernatori i Bankës Qendrore, Ahmeti Ismaili, tha se për Kosovën këto zhvillime kanë rëndësi të veçantë për shkak të erozimit të ekonomisë dhe nevojës për integrim me standardet europiane. Ai paralajmëroi dhe për rreziqet që lidhen me zhvillimin e pakontrolluar të aseteve digjitale dhe financave të decentralizuara. Forcimi mbikëqyrës së bazuar në rrezik, avancimi të kornizës rregullative dhe mbikëqyrëse, zbatimi politikave makroprudenciale si dhe parafrimi me standardet dhe praktikat më të mira europiane ishte në thelb të takimit të zhvilluar mes guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës Ahmeti Ismaili me kryekëshilltarin financiar dhe drejtorin e Departamentit të Tregjeve Monetare dhe Kapitalit në Fondin Monetar Ndërkombëtar Tobias Adrian. Në takim u diskutuan prioritetet që lidhen me modernizimin e sistemeve të pagesave, digitalizimin financiar, mbrojtjen e konsumatorëve financiar, forcimin e qeverisë institucionale, zhvillimin e kapaciteteve dhe avancimin e tregjeve financiare. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe dyshime për abuzime me pronat për ndërtimin e resortit në Zvërnec. Sipas deputetit socialist, problemi më i rënd është mënyra se si është tjetërsuar toka nga fond pyjor në tokë bujësore. Kjo sipas Braçes ka ndodhur nga zyrtarë të korruptuar dhe më pas e shpërndar në pronar terren përmes ligjit 7501. Krahas asaj, Braçe ka cilësuar si të palishëm shtrirjen e rrethimit të kantierit në Zvërnec deri në bregun e detit. Por unë mendoj që rrethimi në Zvërnec i bregut të detit është tërësisht i palishëm, sepse bregu i detit është pronë shtetërore e patjetërsueshme dhe e paparashkrueshme. Patjetër që në rastin në fjalë, po jo vetëm në këtë lumë, po edhe në krahun tjetër ku unë kam qenë përsëri deputet, në Shkumbin, në të gjithë zonën nga Çerma e Sipërme deri në Sulzodaj. Ka ndodhur veprime apo mos veprime të zyrtarëve që kanë çuar në tjetërsimin e tokës së lumit në favor të atyre që thonë jemi ish pronar. Deputeti e Partisë Demokratike Ina Zhupa kërkoi interpelancë me ministrin e Mjedisit për zonat e mbrojtura. Nga foltorja e kuvendit, Zhupa qëndroi në krah të protestuesve kundër ndërtimeve në Zvërnec, ndërsa bëri thirrje për zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm me mjedis të qëndrueshëm. U mësuat ju koleg që nuk pyesni, betonizonit çfarë të donit, bët gjirin e manastirit atje kompleks, nuk pyetët që ishte në zonë të mbrojtur. Dhatë Butrintin me koncesion, nuk pyetët fare. Bët aeroportin e Vlorës në një zonë të mbrojtur, nuk pyetët. Sot doni të hyni nartës me kokë dhe nuk pyesni. Po harruat që shqiptarët nuk e duan ta tregojnë Shqipërinë si një prallë me flamingo, të cilat kanë ekzistuar dhe t'ja u tregojnë fëmijës vetëm plastik edhe në përkopshe zoologjik, por luftojnë për Shqipërinë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.